pak në për venet tona, shumë në për Evropë, ama gjithmonë ka egzistu, mirë po tash ka nisë më rritë që kjo pyetja. Problemi është pse obligim. Po, mirë agjerimi, mirë po që kjo obligim, pse obligim? Unë po du prej vetet me ba, jo obligim prej Allahot me ba, se tëni me ba, kjo jo, unë po du pej qefit ta me ba diçka për fej. E këni një këta me siguri. Si të njën obligim, i do këtë jo mirë. Unë prej vetit po du me ba diçka. Hajde bashkë t'i këshyrëm të pika ku mënesh më pregatit me ju përgjigjë këtyne që thojnë kështo. E para musliman, i thu, a i ke pa muslimant, njëherë njetë e kanë obligim me bo haqin, njëherë njetë. Edhe njëherë njetë umrën me nojnë da. Po nëse se banë, nuk ka gjëna. Sa herë shkojnë musliman në haqë, sa herë kanë mundësi. Numre sa herë shkojnë, sa herë kanë mundësi. Zeqatin e kanë obligim, veç zeqatin. E ke pasa sadaka në jepin muslimat, e jepin zeqatin edhe jepin sadaka. Muaj Ramadan është obligim me agjeru. E ke pasa muslimani e agjeron muaj Ramadan edhe agjeron tanën, tajtën, agjeron vullnetarisht. Sa muslimani, që sa është obligim. Me këta përdu me thani thua tina, a bëshe, muslimant, përveç obligimit, bajnë njëjtën adhurim e bajnë shtes vullnetar. Këta kanë shtirë me kuptu se nuk e din çfarë kënaqësie e kanë muslimant me adhurime. Këta se ne kuptojnë ata. Ta shpika tjetër për me mujt me të kuptu edhe ai. I thu fëmiu tanë, ti çka i obligon me ba? Senet mira apo senet këqija? Thot jo, të mira. Si për shkak e obligon me mësu, obligon me ba këta. Për shkak të çkafit, për shkak se ti dën që ai masanena me pas hajër. Kështu Allahu Azza wa Jall gjana që janë të mira për neve në dunja dhe në ahiret, na i ka bë obligim. Edhe fundi që mundet me të ndihmu për me të kuptuar këta më mirë me lejen Allahut Azza wa Jall. Pse obligim? E ke pa ka njerëz që bojnë të mira, mirë po bashkë ato që ka i thu nuk e ban, e ban diçka tjetër. Është një lloj dashnis kur e ban bashkë ato që ka don ai prej teje, jo që ka don ti. Për shembull, ke dashti një dhuratë me ba. Ti e din që ai ka qef diçka tjetër. Ti ja ke bani diçka tjetër. Mirë, prej vullnetit tani ja ke bani diçka. Kjo mirë, më ti e din që ai atë tjetrën e dan. Sikur ti kishe bë atë tjetrën, shka nashta më herë për ty. Kështu obligime të musliman. Allahu Azza wa Jall ka qef me i pa cilët prej rabëve i bajnë obligimet e cilët prej rabëve bajnë vullnetar. Por ata ka thonë Rasulullah alayhi salam punë më të dashura tek Allahu Azza wa Jall janë ato që na i ka bë obligim. Më falë, me dhanë zeqatin, me agjeru. Këto janë më të dashur tek Allahu Azza wa Jall. E të një ka thonë Muhamedi alayhi salam, robi vazhdon me mu afru muë me adhurime vullnetare prej tina deri sa të duan ata. Të më thonë, edhe kjo derë është qel, edhe kjo është qel. Edhe do të mi ba gjana që ne ka ba obligim Allahu Azza wa Jall, edhe mujna me ba punë vullnetare. Por me kanë komplet i plot adhurimi me lejen e Allahut Azza wa Jall. Pse që këtu ju ndihmojnë pak me dhënë përgjigje atyne që i bajnë këtë pyetje dhe bajnë këtë pyetje begi shpesh.